Para 5 antarëve të KAS dhe përfaqësuesve të partive politike, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve hapën 4 kutit me materiale zgjedhore të Vlorës, veprim që u bë pas ankesave të Partisë Demokratike dhe koalicionit Nisma Shqipëria bëhet. Të dhëna sollën dyshime pas deklarimit për fletët e papërdorura dhe shënimeve për to në tabelat e të dhënave. Me anomali në raportim që thonë 0 fletë papërdorura. Nuk doli një që të përputheshin dhënat me numrin e votuesve, me numrin e fletëve që mungojnë dhe me numrin e fletëve të dëmtuara. Për antarët e KAS, kjo situatë nuk përbën shkak për ripërsëritjen e votimeve në këtë qark. Po sepse ju pretendoni manipulime. Nuk ka mundësi të ndodhin këto manipulimet alla grande në qendrën e votimit. Si pasojë e gabimeve logjike aritmetikore që mund të kenë bërë antarët e KQV-ve. Për PD, të dhënat e përftuara lën dyshime për manipulime. Nga kanë ardhur fletët e votimit të papërdorura, se mund të mendohet që kur dalin më shumë fletë votimit të papërdorura, do të thotë që në atë qendër mund të jenë futur edhe fletë të tjera, apo themi që kanë ardhur nga një qendër tjetër, për atë metodën po themi që ne e kemi konsideruar si metoda e trenit bullgar. Për të verifikuar më tej situatën, KAS kërkoi një tjetër mbledhje për verifikimin e fletëve të papërdorura. Këshyerja të bëhet atje ku janë kutitë e materialeve zgjedhore dhe të bëhet i njëjti proces siç u bë këtu. Ndërkaq, Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve vijoi me shqyrtimet e kërkesave ankimore në qarqet Gjirokastër dhe Fier.